Pyetje: si garantohen borxhet sipas Islamit? Po, edhe kjo pyetje është pyetje me shumë rëndësi dhe si duket ka ardhur nga një pyetje tjetër rreth shitjes apo blerjes me këste, dhe se ai që blen apo shet në këtë lloj mënyre bën që çmimi i mallit apo i pronës të jetë borxh i blerësit tek shitsi dhe ka nevojë pastaj të garantohet shlyerja e borxheve. Dhe përgjigjja është se në Islam apo sipas Islamit borxhet garantohen në dy mënyra. Mënyra e parë, garantimi i tyre nga mohimi, dhe kjo bëhet me regjistrimin e tyre dhe gjithashtu me dëshmi ose me dëshmitar. Dhe kjo për këtë ka ardhur një urdhër prej Allahut madhëruar në surën El-Bekare, ku në ajetin më të madh të Kuranit flitet për borxhet dhe Allahu madhëruar fillimisht urdhëron për shkrimin e tyre, pra regjistrimi i borxheve, dhe pastaj urdhëron gjithashtu dhe për të cilë dy dëshmitar që të dëshmojnë për atë që është shkruar dhe për borxhin e dhënë. Dhe kjo garanci është për t'i ruajtur borxhet nga mohimi i tyre dhe për të ruajtur drejtat e të dy palëve. Kurse mënyra e dytë për garantimin e borxheve është garantimi i shlyerjes, dhe kjo bëhet me kontrata. Dhe në Islam janë njohur tre lloje kontratash: aqdul ar-rahn ose ndryshe garantimi i borxhit me peng, dhe kjo është kur dikush i kërkohet pra blerësit të lëjë diçka peng që të garantojë borxhin e tij. Dhe e dyta është gjithashtu njohur aqdu daman, dhe kjo është garantim me vlerë financiare, dhe kjo është kur dikush hyn dorëzan dhe garanton, thot jepja borxhin filanit se unë të garantoj ty që nëse ai nuk e përmbush detyrimin, atëherë unë do ta përmbush atë ty. Dhe kjo quhet aqdu daman ose ndryshe garanci financiare. Dhe është një lloj akti tjetër që quhet aqdul kefale, dhe ose ndryshe garanci përgjegjësie. Dhe këtu është kur hyn një person i tretë dhe thot jepja borxhin filanit se unë të garantoj përgjegjësinë e tij kundrejt teje. Pra që të detyroj atë të përmbush detyrimin e tij kundrejt teje. Dhe që të treja këto janë njohur në Islam, dhe asnjëherë në Islam nuk garantohen borxhet me kamat, sepse një pjesë e njerëzve kalojnë te kamata edhe për të garantuar borxhet e tyre, për të detyruar borxhliun që t'i përmbahet detyrës së shlyerjes së borxhit. Por kjo në Islam është krejtësisht ndaluar, sepse kamata është shkatërrim për ekonominë dhe gjithashtu zullum që u bëhet robëve të Allahut madhëruar.